Ndërkohë, këtë javë, te detektivët, unë kam investiguar një nga çështjet që janë më të zjarrta tani. Ndarjen e supozuar mes Klea Hutës dhe Elgit Ore, Todës. në vërtetë më kanë pyetur dhe mua shumë miq, a janë bashkë, a janë ndara? Unë them ta ndjekësh. Okej, e ndjekim. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Detektivët. Sot do të flasim për një nga çiftet më të përfolur në showbizin tonë. Ata janë Elgit Doda dhe Klea Huta. Elgit Doda, lindur në Burrel në 16 dhjetor 1988, shenja horoskopit shigjetari. Klea Huta, lindur në Tiranë më 13 korrik 1993, shenja horoskopit gafore. Së fundmi në rrjet kanë qarkulluar lajme dhe ekspertiza që çifti është ndarë. Po çfarë ka ndodhur vallë? Si nisën këto lajme të shumta? Gjithçka filloi nga Instagrami, aty ku matet gjithçka, aty ku lidhen dhe ndahen çifte, ku prishen dhe ndreqen miqësi. Gjatë javës u vure që çifti kishte fshirë të gjitha fotot e përbashkëta me njëri tjetrin nga Instagramet e tyre. Dhe kjo nuk kaloi pa u vënë re. Të shumt ishin ata të cilët nisën me hipotezat dhe ekspertizat e tyre. Le të lexojmë disa. Ekspertja e parë thot: "E unë që nuk ndahem dot, se çfarë do thonë njerëzit." Adelina: "Janë çift yll, se besoj." User 525 thot: "Ku gjen ai si Klea? Klea është yll dhe vajzë e zgjuar. Ndoshta është një mënyrë për të rënë në vëmendjen e publikut." Geralda thot: "Të paktën tani marrin kuptim këngët e Elgitit." Bebis: "Hajde se bëjnë gjoja me rajnë qik në sy." Elgi GD 14: "Çudi se ata ndiqen në Instagram. E din vetë arsyen, por të bësh gjithatë dasëm dhe të ndahesh?" Ja pra, të shumt kanë qenë ata të cilët kanë nisur me ekspertizat e tyre. Nëse u bët merak që përse ngjarja në Muzeun e Luvrit donte kaq shumë kohë të zbardhej, është sepse ekspertët ishin të zënë duke u marrë me dosjen e pasur mes Elgitit dhe Kleas. Ne i hodhëm një sy profileve të tyre dhe shqetësuese ishte se çfarë ata postonin, edhe pse janë ende follow me njëri tjetrin. Elgiti ka postuar këtë foto, zhytur në errësirë, ku tekstualisht thot: "Nëse ndonjëherë malli të merr, unë ty të pres. Gjithashtu, ai është shfaqur edhe në një video ku dukshëm është izoluar në një palestër me flokët bjond platin. Ai shfaqet shumë serioz, gjithashtu edhe i vrëngur në fytyrë. Por përse ka ardhur Elgiti me këtë ndryshim? Çfarë boje ka përdorur? Dhe a ka shkarkuar ajo bojë në larjen e parë? Por, nga ana tjetër, kemi Klea Hutën, e cila ka postuar këtë Insta story, ku ajo flet për botën e artistit se si mund të udhëtoj nga ferri drejt parajsës. Të shumt ka qenë ata të cilët e kanë cilësuar këto story dhe këto mesazhe si mesazhe të enkriptuara dhe kunja me njëri tjetrin. Qëndroni të sigurt, sepse ne po punojmë shumë për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje kaq të madhe. Dhe ajo me të cilën unë dua ta mbyll është që të tregoni kujdes nga syri, sepse nuk kursen askënd. Kostian, ndërkohë që ti ishe duke investiguar, mua më kishin dërguar në një mision special. Ore, çka keni bërë ju të dy këtë javë? Pas keni Ne marrë këtë javë misione kemi sekrete? bërë dhe unë kam kaluar ditën me një artiste shumë të madhe. E ndjekim.